Janë mbi 70 lloje të produkteve. Deri tash I kemi 55 gra, janë mbi 3000 hektar tokë, edhe përpunojmë me tonelata. Natën në lule kena fillu në vitin 2010, kryesisht si bimë mjekuse dhe aromatike. Kemi mbledh disa lloje të çajnave këto që janë afër rrethinës tonë, I kemi prezentuna për panajire. Si ide më ka ardhur këtu e pa që tregu është I stërmbushur me produkte të huaja, edhe potenciali I Kosovës është shumë I pasur me bimë mjekuse aromatike, edhe profesioni I biologës që I kam njohuri të thella të bimëve. Ky sektor nuk ka qenë shumë I njohur në vendin tonë, edhe kështu fillova me 2-3 lloje çajna, pastaj 2012 regjistrova biznesin, 2013 e licencuam, edhe pastaj kena vazhdu pi 2017 edhe me certifikim organik. Natën në lule ofron produkte të shëndetshme për ushqim dhe pije, do me thonë erza dhe çajna, kozmetik, vajna dhe kremra të ndryshëm, ufull, edhe disa kombinime të çajnave që gjejnë përdorim në farmaci. Tani kena 47 lloje të bimëve të certifikuara organike, por nga këto bimë, do me thonë e njëjta bimë kemi si çaj, pastaj si vaj, edhe ato e përpunojmë në krem. Do me thonë dikun janë mbi 70 lloje të produkteve që ne I ofrojmë, duke fillu edhe të thata, edhe të lëngta vajna dhe kremra të ngurtë. Unë e kom punu në Arsim 6 vite, pastaj për shkak të fëmijëve e kom ndërprej punën në Arsim, jam angazhu për fëmijë se ashtu ishin rrethonat. Jam angazhu ndonjëherë në organizata të ndryshme jo qeveritare me projekte të bujqësisë, po ato kanë qenë të afatizume, do me thonë sezonale, dhe kështu që si biznes mendova e njoh mas mirë të këtë punë, edhe kishim nevojë për të ardhur, unë kisha nevojë për punë, edhe fillova, të njëjtën kohë e kisha mundësinë edhe më kujdes për fëmijë. Po ne kur e kemi fillu, unë e kom pas një vizion, edhe ja caktova pastaj edhe biznesit, edhe vetes, edhe familjes një mision, që ta ngritim këtë sektor në përgjithësi në krejt vendin, të ofrojmë produkte të shëndetshme, të njëjtën kohë këto është e pamundur vetëm I punu një familje apo një person, edhe fillum me angazhu edhe familje të tjera, kryesisht gra. E kam një qëllim që ma shumë t'i ndihmojmë gratë, sepse gratë janë ato që ma shumë angazhohen punë të bujqësisë, po kur nuk delin pa puna e tyre, edhe janë të mbylluna në shtëpi, kështu që t'i fuqizoj gratë. Edhe deri tash I kemi 55 gra me kontrata dhe kemi kërkesat vazhdueshme çdo sezon për familje të reja dhe gra të reja që kyçen. Kemi edhe zonave të ndryshme të Kosovës, po kryesisht ne kemi një zonë të certifikuar organike, është në malsinë e Gollakut, do me thonë prej fundit liçenit Badocit dhe vazhdon deri në fshatrat e thella të Prishtinës, janë mbi 3000 hektar tokë, ajo zonë është e certifikuar organike, edhe në atë pjesë na I grumbullojmë bimt e egra që rriten spontanisht në natyrë, ndërsa gratë kultivojnë në për parcelat e tyre bimt cilat nuk rriten të ne. Ne veç kemi fillu, se tash është fluksi punës, edhe veç çdo javë vjen duke u rrit zhvillimi I bimëve natyre dhe këto të kultivuara. Produktet tona ma mire kanë me I gjetë gjithë konsumatorë të Gjirava Mall. Do me thonë aty është ne jemi në gjithë Kosovën, është një dyqan që është gjithë Kosovën. Mund mi porosit në faqen tonë, I kemi të pylli Ariut, edhe vazhdimisht ne jemi edhe të tregu mobil kur të fillon sezonën e verës në sheshet ndryshme, lagje ndryshme të Prishtinës. Kapaciteti prodhimit e na është rrit nga vitin vet. Do me thonë ne grumbullojmë edhe përpunojmë me tonelata, përveç si çajna, I kemi dikun me mbi 2-3 tonë që I ofrojmë vetëm çajna, pastaj ato tjera që destilohen është numri shumë I madh, derisa I kemi 10 tonë I punojmë për ufull të mollës, molla tegra. Unë realisht kum filluar me punu vetë, nuk
nuk kom mendu që rriten kështu janë kërkesat të mdhaja për produkte të shëndetshme. Kom mendu me kriju tarna për veti, për familjen, me qenë e pavarur, edhe të njëjtën kohë një optimizëm shumë të madh kom pas që e kom ofru për popullin tonë një produkt shumë të shëndetshëm, si për fëmijë, për tri, për të moshuar, për të gjitha moshat. Edhe kështu që nuk e kom mendu, po gjatë rrugës krahas sfidave, sakrificave, pengesave, janë gjeta dhe shumë përkras, sidomos donatorët ndërkombëtar, sepse është biznes që kërkon investim, është diçka që e ofron për shëndet edhe për ushqim, natyrisht që duhet mi pas edhe pajisjet adekuate për me i ofru, për me i rujt, mi javë garantu konsumatorve sigurinë e produktit. Nuk kemi dorëzu, unë kur e kom prezentu produktin për herë të parë, atëhere jam frymzu shumë se ndashta ju kish mungu njerëzve një prezentim, do me thonë, sepse janë trajtu si produkte që veç i kanë përdorë gjyshet tona, nuk kanë pas edhe shumë njohuri, kështu që kur ja kom ofru njohurit shkencore, unë më duket që aty është dhezë një shkëndi, edhe i kanë pëlqy produktet, më kanë uru për suksesin për këtë veprimtari, për këtë ide shumë inovatore, edhe kështu që nuk jam dalë. Fillimisht me 2-3 vite na kemi punu veç me qajna, edhe mollën e egër e kemi ofru sukur të thatë, si hoshaf, po duke e pa që kërkesat janë edhe Peru, atëherë unë kom vazhdu edhe shumë trajnime, sidomos që ka një trajnim agroprocesimi, ajo kanë me ekspert ndërkombëtar, edhe aty jemi certifiku për me i përpunu edhe produktet e lëngshme. Çdo hap të prodhimit, të përpunimit, të kultivimit, ne bazohemi në qëndrueshmërinë e bujqësisë. Disa produkte tona janë diaspor, janë qajnat, një zonjë Zvicër i merë dhe i shet në lokalin e saj. Gratë është mirë me punu, ajo të shka e denat punë, që e njeh, që e dënë. Kur e fillon vetë, ato që e dënë, që të flenë shpirt, asgjë nuk të ndalë. Të suksesi nuk ndalë asgjë.